Përshëndetje miqtë e mi. A keni qenë ndonjëherë të lëkundur në lidhje me diçka? A ju ka ndodhur që një gjendje e tillë të ketë zgjatur për një kohë të gjatë? Kjo gjë ndodhi dhe personazhit të historisë tonë të sotme. Ai lëkundej nga njëri ekstrem në tjetrin si valët e detit që era i ngre dhe i përplas. Sidoqoftë sot, ai është ndryshe. Dhe kur përballet me një stujë të fortë, ka paqe në zemër, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. O jo, qenë ka rrugë pa krye. Daloni ose do t'ju qolloj. Shtrihuni për tokë. Jeni arrestuar, miku im. Edhe tani që u përpoqet jam bathnit, i keni punët edhe më keq. Po ndishni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajme mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndihni programin me numër 327, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Vazhdimisht merrja vendime të gabuara. Pasi e përfundova me sukses periudhën e lirisë me kusht, më arrestuan sërish sepse i jepja makinës pa patent dhe i pirë. Dhe akuza tjetër ishte përpjekja për t'ia mbathur. Kisha jetuar me Loretën e cila priste fëmijën tim, por nuk doja që të isha në burg kur të linte. Kështu kur çështja u hap, nuk shkova në gjykat. Pasi Joshua i mbir erdhi në jetë në pranverën e vitit 2001, mora një rulot me qira. Jetonim një orë larg nga Nashville. Odell, si do t'jetojmë nëse nuk shet më kokainë? Do të merrem me ndërtim së bashku me Willin. Nuk mendoj se atje ka punë mjaftueshëm. Ai po punon për një kompani që i përket qeverisë, kështu që ka punë sa të duash. Kjo mbetet për tu parë. Megjithatë më pëlqente kur shisje drog. Gjithmonë kishim para mjaftueshëm për të festuar. Edhe mbi të gjitha kishim drog falas. Po, por kisha frikë se mos më kallzoni në polici. Duhet ta dish që autoritetet më janë vënë nga pas. Po ti sikur the që ata do ta kishin të vështirë të kapnin nëse ndryshoje emrin. Shpresoj të jetë kështu. Çmendem kur mendoj se mund të ndahem nga Joshua. Ai ishte djali që gjithmonë kisha dashur. Djali që i kisha kërkuar Perëndis. Që nga momenti kur e mbajta në krah në spital, e dija që jeta ime nuk do të ishte më njësoj. Megjithse ishte një bir tjetër që do të më ndryshonte jetën përgjithmonë, por kisha harruar çdo gjë rreth tij. Joshi ishte 6 muajsh 11 shtatorin e vitit 2001, kur kullat binjake të New Yorkut u shkatruan. Ndërkohë që dëgjoja lajmet, më erdhi në mendje libri i zbulesës që kisha lexuar dhe pyeta veten, nëse kishte ardhur fundi i botës. I mbushur me frikë, nisa të lutesha. Oh, Perëndi, më vjen keq që të kam kthyer shpinën. Nëse je duke u kthyer, të lutem, a mund të më falësh dhe të më lejosh të vi me ty? I ke parë lajmet? Po, është e pabesueshme. Kam gjithë ditën që nuk i heq syt nga televizori. Ne kemi dëgjuar radio në kamionçinë. Është e tmerrshme. Kisha frikë se nuk do të mund të largohesha dot nga Nashville për të kthyer në shtëpi. Çi ke ato? Kam bler disa bibla. Do të shkojmë në kish, Loreta. Të dielën Loreta nuk erdhi në kish me mua, kështu që shkova vetëm. Por nuk isha gati t'ja përkushtoja jetën Perëndis. Isha përpjekur ta kënaqja atë që të mos shkoja në ferr. Jeta ime ndryshoi vetëm në disa aspekte. Fitoja para, blija mjete dhe më duke sikur tani po ecja në një drejtim tjetër. Por ende merrja drog. Më pas fillova të dyshoja se Loreta kishte marrëdhënie me një fëmijë, por kisha frikë të përballesha, sepse ajo mund të më linte dhe ta merrte Joshin me vete. Një ditë kur u ktheva në shtëpi, pash që ajo ishte larguar me një burr tjetër. U shtriva në shtrat dhe qava. O, Perëndi, e vetmja gjë që kam dashur ka qenë një familje e lumtur. Të rrisja ti mbir duke bërë një jetë normale si gjithë të tjerët. Sot, unë jam gati të heq dorë nga çdo gjë. Nga Loreta, Joshi, puna, nga çdo gjë. Nga çdo gjë që ti më kërkon. Nuk mund t'ja dal dot i vetëm. Kam nevojë për ndihmën tënde. Paka shumë e dija se Perëndia donte që të hiqja dorë nga mëkati im. Dhe nga marijuana. Provova ta bëja këtë pak nga pak. 2 javë më vonë policia më ndoqi në një rrugë pa krye. U përpoqja t'ja mbathja, por më kapën. Ishte dhjetori i vitit 2001 dhe kisha 1 vit që fshihesha. Loreta kishte shkuar të jetonte me prindrit e saj dhe e telefonova nga burgu.
ta besoj, Odell. Kjo duhet jetë patjetër një shaka. Jo, nuk është shaka. A mund të më sjellësh disa rroba dhe Biblën? Do me thënë nuk po bën shaka? Të thash që jo. Dhe në një farë mënyrë më vjen mirë që mbaroj. Jam lodhur duke ja mbathur. Jam e sigurt që do të lënë të lirë. Nuk besoj sepse kanë frikë se mos ja mbath sërish. Do të mbaroj dënimin dhe do t'ja nis nga e para. Me emrin tim të vërtet. Zemër, më vjen keq që kjo gjë ndodhi. Mos u shqetëso. Unë do të pres. Do të kujdesem për çdo gjë derisa të dalësh prej andej. Mirë? Ndonjëherë Loreta nuk më përgjigje në telefon dhe mendja më mbushe me dyshime. Kështu mbushesha me dëshpërim. Njëherë mendoja të vrisja veten, por nuk doja që i mbirë të rritej vetëm. Duke mos pasur asnjë zgjidhje, hapa Biblën dhe studiova Psalmin 23. Madje e shkrova në mur pranë shtratit që të mund ta lexoja çdo ditë. Perëndi, e di që kam bërë shumë mëkate në jetën time, por nëse ti do të më përgjigjeshe dhe do të më jepje forcë, atëherë do të ndryshoja. Pikërisht këtë dua të bëj. Kam parë që e lexon shumë Biblën. Dua të mësoj të vërtetën për Perëndin. Mendoj se e ke kuptuar tashmë, duke qenë se ke ndryshuar kaq shumë nga era e parë që ke ardhur këtu. Kështu mendon? Po, dikur flisje si gjithë djemtë e tjerë. Tani je i qetë. Po përpiqem të mësoj përmendesh vargje nga Bibla. Prandaj i ke shkruar në mur ato fjalë. Në fakt, dua të di çfarë ka dashur të thotë Perëndia me anë të tyre. Më prin tek ujërat e qeta. Ai ma përtërin shpirtin. Kështu mendon se ndodh? Vargu këtë thot. Por asnjëherë nuk e kam lejuar Perëndin të më drejtoj. As unë. Kishte raste kur lexoja disa libra të Biblës brenda ditës. Por kishte raste kur lexoja thjesht pasazhe të një libri, duke u përpjekur të zbuloja çfarë domethënie kishte për mua personalisht. E dija që Perëndia ishte i shenjtë, ndërsa unë jo. Po shkoja drejt ferrit dhe kjo gjë më bëri të lexoja më shumë. Duke dëgjuar stacionet e krishtera radiofonike, kuptova se duhet i mësoja përmendesh vargjet. Kështu që fillova me letrën e Jakobit, që mendoja se ja dija domethënien. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le ta kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qërtuar, dhe atij do t'i jepet. Por le të kërkoj në besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas hera. Dhe ai njeri të mos pandese do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta. Kështu jam unë, Zot, njeri me dy mendje. Jam mendur i humbur dhe asnjëherë nuk e kam vendosur besimin tek ti. Jam përpjekur të bëj marrëveshje me ty, në mënyrë që të më faleshin mëkatet. Ti po më thua se problemi im nuk është thjesht mëkati, por zemra ime. Unë kam trashëguar një natyrë mëkatare. O, Perëndi, pendohem për të gjitha mëkatet e mia. Më fal që gjatë gjithë jetës i kam bërë gjërat sipas mënyrës time. Zot, të lutem, më jep një zemër të re dhe dëshirë për të të kënaqur ty. Më mbush me frymën e shenjtë dhe më jep jetë të re. I rrëfeva të gjitha ato mëkate që mbaja mend, dhe më pas ndjeva një paqe të papërshkrueshme, pavarësisht situatës në të cilën ndodhesha. Qelia ku qëndroja ishte më e keqe në të gjithë burgun. Ai sapo ardhuri është njeriu më i keq që kam njohur ndonjëherë. Edhe të tjerët njësoj janë. Duan të grinden thjesht për t'u argëtuar. Kur mori drekën, e dija që nuk mund ta kundërshtoja. Unë u zemrova keq fare, por po të kisha reaguar do të më ishin sulur të gjithë. Sa do doja të dija se çfarë mund të bënim. Bibla thot, por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le ta kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qërtuar, edhe atij do t'i jepet. E di që e ke mësuar përmendësh, por çfarë kuptimi ka? Perëndia do ta tregoj se çfarë duhet të bësh në rast se ja kërkon, dhe nuk do ta vonoj përgjigjen e tij. Pra çfarë do të bësh? Ai tipi tha se nesër do të ta marri ty drekën. Perëndia do të më tregoj. Zot, njerëzit thonë, sy për sy, dhëm për dhëm. Por Jezus i tha, kush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën. Në qoftë se dikush të detyron të ecësh 2 milje, ec 2 me të. Ai gjithashtu tha se kur dikush na kërkon diçka, duhet t'ia japim. Zot, unë do të ta besoj ty për fundimin e kësaj situate. Ma jep drekën tënde. Urdhra. Dëshiron ndonjë gjë tjetër? Jo.
Që nga ajo koha i dukej sikur ishte penduar për atë që bëri. Dhe askush nuk më bezdiste më. Xhaxhai më telefonoi për të më thënë se gjyshi po vdiste nga kanceri. Kështu ju luta Perëndis të më lejonte të ndaja ungjillin me të para se të ndërronte jetë. Gjatë 5 muajve që ndenja në burg ra shumë nga pesha. Peshoja 50 kg. Në fund më transferua në një qeli të mirë dhe punova shumë që të ma ulnin dënimin. Duke shërbyer në kuzhinë, haja mjaftueshëm dhe brenda 1 muaji rifitova peshën e humbur. Po përgatitesha për betejën që më priste. Duke fituar besimin e atyre që punonin në kuzhinë, disa nga ne u dërguan në një qendër të moshuarish për të gatuar dhe për të larë enët. Kjo ndërtesë ishte ngjitur me azilin ku jetonte gjyshi im. Për 1 muaj i çoja ushqim dhe ndaja ungjillin me të. Të shtunave vinte gjithnjë një burr që vizitonte shokun e qelisime. Unë të njoh ty. Sigurisht që më njeh, Deni. Unë kam punuar për ty një herë kur po kaloja një periudhë të vështirë. Odell Summer. Dora vet. Më dukesh ndryshe tani. Je bëri krishter apo jo? Po, me sa duket edhe ti. Ashtu është. U shpëtova 4 muaj më parë. Tani po mësoj të ndjek Perëndin. Për shumë vjet jam lutur për ty dhe familjen tënde. Lutu dhe për gjyshin tim. Ai po vdes nga kanceri dhe kam darë ungjillin me të në azil. Perëndia i solli rrethanat në atë mënyrë që ti të mund t'i flisje atij, Odell. Sa po më informuam për sëmundjen e tij, i kërkova Zotit që të më jepte mundësinë t'i flisja gjyshit për Jezusin. Më duke je pamundur. Me Perëndin çdo gjë është e mundur. Amen. Kur ai i flet zemrës time, duket sikur çdo gjë tjetër ndalon se ekzistuari. Kam sjell disa libra për ju djema që t'i lexoni. Flasim për të krishterë me emër, që kanë kaluar të njëjtat sfida si ju. Deni u bë vëllai im i ngushtë në Krishtin, duke më inkurajuar dhe duke më dishepullizuar. Pas thuajse 1 viti, më lanë të lirë me kusht dhe shkova të jetoja në shtëpinë e tij Meti. Loreta dhe Joshua erdhën të jetonin me ne, por nuk isha i gatshëm të kisha një marrëdhënie imorale. Kështu ajo u largua duke e marrë djalin me vete. Më ftuan të predikoja 1 herë në muaj në kishën e vogël të një fshati. Kjo më përgatiti të vizitoja xhaxhan tim i cili ishte duke vdekur. Odell, i kam kërkuar Perëndis të më falë për të gjitha gjërat që kam bërë në jetë. Dhe ja ku jam, gati për të vdekur. Si ta di me siguri që ai më ka falur. Xhaxhilu. Jezusi tregoi një histori për punëtorët që punonin në fusha. Disa dolën herët për të punuar dhe disa dolën vonë. Por gjithsecili mori të njëjtën pak, pavarësisht se kur filluan të punonin. E njëjta gjë është edhe me shpëtimin. Disa njerëz vinë tek Perëndia kur janë të rinj. Disa të tjerë vinë më vonë dhe disa vinë kur janë në fund të jetës. Sidoqoftë, të gjithë marrin të njëjtën dhuratë që është jeta e përjetshme. Nëse ti i ke kërkuar me të vërtet Jezus Krishtit që të shpëtoj, atëherë të jesh i sigurt që ai e ka bërë tashmë. Më vjen keq për mënyrën se si të kam trajtuar kur jetoje me mua, Odell. Jam lutur për atë kohë dhe të kam falur që në momentin kur u shpëtova. Xhaxhilu. Kur po largohesha nga shtëpia e tij, kalova pranë një gruaje që e kisha njohur kur isha 18 vjeç. Në atë kohë kisha qenë i varur ndaj drogës. E përshëndeta, por ajo ktheu kokën në anën tjetër duke më injoruar. Kishte arsye për ta bërë këtë. Ndërkohë që po meditoja mbi faljen e Perëndisë atë natë, ai i foli zemrës time dhe më tha se duhet të më shpërbleja diçka që kisha bërë dikur. Bisedova me Denin. Do me thënë ti dhe bashkëshorti i saj, Melvin, jeni zënë dhe një natë ai të nxori jashtë nga lokali. Po, doja të hakmerresha. Prandaj hyra në shtëpinë e tyre dhe vodha disa pajisje të vogla. Një videokaset, një mikrovalë dhe disa radio. Po kur ka ndodhur kjo? 7 vjet më parë. Perëndia dëshiron që ti ndrej gjëra, Dini, por për momentin nuk kam para. A mund të më ndihmosh të bisedoj me ta pasi ta kem marr pak veten nga ana financiare? Sigurisht që po, miku im. Nuk kaluan as 2 ditë kur Zoti më tha se nuk duhet të prisja. Nuk arrija të lutesha dot, sepse kjo çështje më kishte mbetur në mendje.
Kështu telefonova Denin dhe udhëtuam në shtëpinë e tyre. Melvini ishte ulur në verandën e prishur me djalin, të dashurën në djalit dhe qenin. Deni doli nga kamionçina me njëherë pas meje. Vëlla, nëse të kundërshtojnë ty, ta di se më kanë kundërshtuar edhe mua. Çfarë do? Melvin, e di që të kam bërë keq, por dua që ta ndreq gabimin tim. Ashtu është, keq më ke bërë. Hyre vjedhurazi në shtëpinë time dhe më vodhe pajisjet. E di, por siç të thash, dua ta ndreq gabimin tim. Dua të dëm shpërblej për çdo gjë që detyrohem. Ti nuk më detyrohesh asgjë. Tani hiq mosysh. Largo menjëherë nga shtëpia ime. Perëndia dëshiron që t'i rregulloj gjërat me ty. Ndaj nuk mund të largohem. Sa shumë mendon se më detyrohesh? Sa mendon se kushtojnë ato që më vodhe? Nuk e di. Dua të të paguaj aq sa ti mendon se duhet të të paguaj. Nuk dua asgjë prej teje. Vetëm largo. Zotri, unë jam shoku i Odelit dhe nuk dua të ngatrohem në këtë çështje, por kam një ide që mund t'ju ndihmonte të arrinit një marrëveshje së bashku. Pa ta dëgjoj një herë këtë idenë tënde. Me sa po shoh ju keni nevojë për një verandë të re. Si thoni sikur Odeli të paguaj shpenzimet e materialit, ndërkohë unë do të vij çdo ditë me të për të ndërtuar verandën. E po, mirë. Me që kjo është ajo që Odeli dëshiron, në rregull. Ne e përfunduam verandën të shtunën në mesditë, para se ata të zgjoheshin. Gruaja e Melvinit tha se më kishte falur, dhe ne ndamu ngjilli me të. Kisha marrë një mësim në lidhje me bindjen ndaj Perëndisë, por kisha ende gjëra që duhet të mësoja për ligjet e shtetit. Ende nuk e kisha marrë patentën. Një të shtunë Loreta nuk e solli djalin ashtu siç kishim rënë dakord. Sa herë që e telefonoja, më përgjigje një vajzë e vogël. Në mbrëmje i kërkova motrës time të më shoqëronte të merrja Joshuan. Kur mbërrita, Loreta ishte atje. Çfarë po bën këtu? Kam ardhur të marr Joshuan. Sot kisha ditën e takimit, apo harrove? E po mirë, po të bëj gati çantën me Pelena. Të kam telefonuar disa herë sot, dhe më është përgjigjur një vajzë e vogël. Mu duk pak e vogël për të kujdesur për një fëmijë. Ajo është 12 vjeç edhe e rritur mjaftueshëm. Mendoj se duhet të presim deri nesër dhe pastaj të marrësh djalin. Jo, do ta marr sonte. Odell, jo! Do ta marr që të shkeme ta, sepse ti nuk po kujdesesh për djalin. Ajo kishte pirë. Kur po bëhesha gati për të zbritur shkallët e rulotës, ajo u afrua të merrte djalin dhe ra. Por më pas u ngrit dhe më ndoqi deri te kamionçina. Kur mbërrita në shtëpi më telefonoi. Odell, sonte do vi që të marr djalin. Eja po të duash, por nuk do të të lejoj ta marrësh. Nuk mund ma bësh këtë. Telefonova policin para se të vija atje dhe më thanë se prindi që e mban fëmijën është kujdestari ligjor. Ndaj nuk e për ta marrë derisa të më thotë gjykatësi. Të siguroj që nuk mbaron me kaq. Kështu filloi betejë e gjatë dhe e dhimbshme e kujdestarisë së djalit. Familja e saj më kërcënonte. Edhe njerëka ime që ishte kushërira e Loretës më shtynte t'ja jepja djalin, por nuk pranova. Disa ditë para Krishtlindjes më urdhëruan ta ktheja djalin, ndryshe do të më arrestonin. Alo? Deni, jam Odeli. Kam nevojë për një këshill nga një vëllai krishter. Më thuaj Odell. Loreta ka shkuar tek punonjësit social shtetëror dhe u ka thënë se e kam goditur, e më pas i kam marrë djalin. Ata i kanë dhënë mbrojtjen ligjore dhe më kanë urdhëruar t'ja kthej djalin. Ndryshe do të më arrestojnë. Odell, nuk mendoj se është mirë të futesh në telashe me ligjin. Duhet t'ja kthesh djalin. Por ajo pi dhe e lë Joshin me lloj-lloj njerëzish. Madje edhe me fëmijë. Ai është në rrezik. Perëndia thotë se duhet t'i bindemi ligjit. Duhet t'ja besosh atij këtë situatë. Jo vetëm që duhet ta dorëzoja djalin, por policia mori masa mbrojtëse kundër meje. As me Loretën nuk më lejohej të komunikoja. Gjatë seancës së shqyrtimit, gjyqtari ja dha Loretës kujdestarin. Kur shkova në shtëpi qava. Zot, unë e di që ti je në kontroll të çdo gjëje, por pse e lejove këtë gjë të ndodhe? I mbir është në rrezik. Të lutem, shpëtoje Loretën. Bëj që të shpëtohet para se t'i ndodhë ndonjë gjë e keqe. Alo? Odell, kam nevojë të flas me ty. Por ne nuk mund të flasim, madje as në telefon. Duhet të takoj, jam shumë e dëshpëruar. Të lutem, Odell. Në rregull. Eja.
Odell, kisha dalë me disa miq edhe po udhëtoni me makinë. Ata më lanë në mes të rrugës, natën, në shi. Duhet të ecja për të ardhur në shtëpi edhe u bëra me balt. Loreta, jam lutur për ty. Dhe mendoj se Perëndia po të tregon se duhet të pendohesh. Ndryshe kanë për të ndodhur gjëra shumë të këqija. Unë nuk e meritoja atë gjë. Nuk duhet të ishin sjell ashtu me mua. E vetmja mënyrë për të gjetur paqe është ja japësh jetën tënde Perëndisë. Odell, kam nevojë për ty. Ti je miku i më i mirë. I vetmi që kam. Loreta, nuk jam unë përgjigja e problemeve të tua, por Jezusi. Një javë më vonë ajo u arrestua për grabitjen në një banke. Kërkova kujdestari të plotë të Joshuas dhe betejë u bë më e fortë. Avokati im ra dakord të më ndihmonte, por as letrat e duhura nuk arriti të përgatiste. E pagova dhe ai më gjeti një avokat të mirë. Ende nuk e kisha marrë patentën, ndaj shkoja me baba në punë. Më pas Perëndia siguroi një rulot në fshat, ku mund të arrisja i vetëm djalin. Ai krijoi mundësinë që të punoja me një koleg. Një ditë më telefonoi miku im Deni. Alo? Odell, jam Deni, si je? Mirë, tani kam marrë kujdestarinë e plotë të Joshit. Lavdi Perëndis. Do të hapet procesi gjyqësor për grabitjen, por Loreta as në seancën e dëgjimit për kujdestarinë e djalit nuk u paraqit. Unë lutem që ajo të pendohet. Edhe unë. Akoma shkon në Nashville për t'ju dëshmuar të pastreve? Po, shkoj me një vëlla që kam njohur në burg. Do ta marrë edhe Joshin me vete. Zoti ka punuar shumë në jetën tënde, Odell. Ashtu është. Ai më ndihmoi të gjeja punë dhe këtë vend të mrekullueshëm për të jetuar. Më pas më ktheu djalin. Nuk e dija se si do të shkonin gjërat, por ai e dinte. Ti i di ato vargjet e fjalët e urta që thon: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Jeta po ndiqte rrjedhën e duhur. Duke qenë se nuk kisha patent, mund të shkoja vetëm në punë, në supermarket dhe në kish. Të gjithë kohën e lirë e kaloja me Joshin dhe duke lexuar Biblën. Loreta u dënua me 6 vjet burg për grabitje. Në vitin 2004 Deni më ftoi së bashku me një djalë tjetër të shkoni me të në një konferencë në Karolinën Veriore. Si të duk konferenca? Më bëri të mendoja për shumë gjëra. Ky ishte qëllimi. Disa kohë më parë kam parë një video që tregonte se si njerëzit luten dhe thonë: "Zot, më përdor", dhe shpresojnë që të hapet një derë. Por në video thuaj se ne duhet të lutemi që Perëndia të na bëjë të dobishëm. Shumë e vërtet. Ai do të na përdor nëse jemi të dobishëm, dhe nuk do ta lejoj një vegël të mirë të ndryshket në radhë. Jam lutur për këtë. Madje edhe në të shkuarën. Perëndia mund t'i përdor të gjithë, Odell. Ti e di këtë. Fuqia e tij përsoset në dobësi. Atëherë unë jam vegla e përsosur. Po. Djema, dëgjoni. Si thoni sikur të vizitojmë një shkollë biblike në Nashville, ku kam shkuar dikur? Ne e pam të gjithë shkollën dhe unë aplikova për të filluar vitin tjetër. Nuk e dija se si do të bëje e mundur kjo gjë. Më pas mrekullisht shteti më ktheu patentën. Dhe po mrekullisht shkolla më pranoi. Loreta mbaj në burgun e Virginias perëndimore. Pavarësisht distancës së largët, udhtoja deri atje që Joshua të mund ta takonte. Odell, ti ke qenë gjithmonë miku më i mirë që kam pasur. Më vjen mirë që ke ardhur. Dua që djali ynë të të njohë, Loreta. Do të doja shumë që gjërat të ishin ndryshe. Me Jezusin mund të jenë ndryshe. Ende vazhdon të flasësh për të, apo jo? Ai është një mik që të qëndron më pranë se një vëlla. Është e pabesueshme të mendosh se në sa shumë mënyra na ka ndihmuar mua dhe ty. Unë nuk e kam parë të më ndihmoj. Perëndia bëri që të merrja sërish patentën brenda një viti. Në këtë mënyrë erdha këtu. E po më vjen mirë që ke ardhur. Kjo nuk është gjithçka. Perëndia siguroi një apartament të mirë në Greenville. Dhe personi për të cilin kam punuar dikur u ofrua të paguante vitin e parë të qiras. Të paskarën lotaria? Jo, kam Perëndin. Ai më ka thënë të mos shqetësohem për të nesërmen. Është e lehta thuash atë gjë duke parë se sa mirë po të ecën jeta. Loreta, Jezusi është biri i Perëndisë. Ai erdhi për të na dhënë jetë, jetë me bollëk. Ai vdiq në kryq për mëkatet tona. Përse nuk ja beson atij shpirtin tënd?
Unë vazhdova të takoja Loretën së bashku me Joshuan 2 herë në vit. Kisha ime në Greenville, më ndihmoi të paguaja shkollën dhe të kujdesesha për djalin. Perëndia siguroi një punë me kohë të pjesshme në larje e kurosin e rrobave, në mënyrë që të mund të paguaja faturat. E përfundova shkollën biblike, dhe tani pres që Perëndia të hap një derë që të shërbej si misionar. Me ndihmën e kishës time shkova 2 herë në Tajland, dhe mësova se njerëzit e atij vendi nuk e kanë në fjalorin e gjuhës së tyre fjalën Perëndi. Mund të dëshmoj se emri i tij është i mrekullueshëm, dhe ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 4 dhe në vargun 10 thuhet: Në këtë është dashuria, jo se ne deshëm Perëndin, por ai na deshi dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Dëgjuesi dashur, nëse do vdisnit sot, mendoni se shkoni te ky ati dashur apo do të ishit të ndarë prej tij në përjetësi? Ju mund ta ndryshoni këtë duke u lutur me ne tani. Perëndi i dashur, pendohem sot për mëkatet e mia. Dua të shpëtohem. Unë besoj se Jezusi vdiq për mua. Besoj se ai u ringjall dhe jeton përgjithmonë. Ja në zemrën e jetën time dhe më ndihmon të jetoj për ty. Të falenderoj Zot për shpëtimin. Në emrin e Jezusit. Amen. Nëse një lutur së bashku me ne, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më në dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 327. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë e Odell Summer. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për një gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.